Sot bën 26 vite nga dita kur Kosova u çlirua, më 12 qershor 1999, forcat çlirimtare dhe ato ndërkombëtare i dhanë fund një epoke shtypjeje dhe dhune, duke hapur rrugën për liri, shpresë dhe rindërtim. Ky përvjetor është një kujtesë për sakrificën, guximin dhe përpjekjet që e sollën lirinë. E në këtë 26 vjetor të çlirimit të vendit, rikthejmë fjalimin e plotë të ish-presidentit amerikan Bill Clinton, drejtuar amerikanëve për luftën në Kosovë dhe përfundimin e sulmeve të NATO-s mbi Serbinë. Ne bëm gjën e duhur, titulloi fjalimi i tij. Bashkombëtar të mi amerikan, sonte për herë të parë në 79 ditë qielli mbi Jugosllavi është i heshtur, ushtria dhe policia serbe po të riqen nga Kosova, 1 milion burra, gra dhe fëmijë të dëbuar nga tokat e tyre, po përgatiten të kthehen në shtëpi. Kërkesat e një bashkësie ndërkombëtare të indignuar dhe të bashkuar janë përmbushur. Mund ta njoftoj popullin amerikan se kemi arritur një fitore për një botë më të sigurt, për vlerat tona demokratike dhe për një Amerikë më të fortë. Pilotët tanë janë kthyer në bazë, sulmet ajrore janë pezulluar, agresioni kundër një populli të pafajshëm posmbrapset. Kur urdhërova forcat tona të armatosura të hynin në luftime, kishim 3 qëllime të qarta: t'i mundsonin popullit të Kosovës, viktimave të disa prej mizorive më të egra në Europë, që nga lufta e dytë botërore, të ktheheshin në shtëpitë e tyre të sigurta dhe të vetë qeveriseshin, t'u kërkonin forcave serbe, përgjegjëse për ato mizori të largoheshin nga Kosova dhe të vendosnin një forcë ndërkombëtare sigurie me NATO në thelbin e saj, për të mbrojtur të gjithë njerëzit e asaj toke të trazuar, serb dhe shqiptar njësoj. Këto qëllime do të arrihen. Konflikti i panevojshëm është një përfundim të drejtë dhe të nderuar. Rezultati do të jetë siguria dhe dinjiteti për popullin e Kosovës, i arritur me një aleancë që qëndroi së bashku në qëllim dhe vendosmëri, e ndihmuar nga përpjekjet diplomatike të Rusisë. Kjo fitore sjell një shpresë të re, se kur një popull veçohet për shkatërim, për shkak të trashëgimisë dhe besimit të tij fetar, dhe ne mund të bëjmë diçka për të, bota nuk do të bëjë sikur nuk e sheh. Dua të shpreh mirënjohjen time të thellë për burrat dhe gratë e forcave tona të armatosura dhe ato të aleatëve tanë, ditë pas dite, nat pas nate, ata fluturuan, duke rrezikuar jetën e tyre për të sulmuar objektivat dhe për të shmangur viktima civile, kur u qelluan nga zonat e populluara. I kërkoj çdo amerikani të bashkohet me mua duke u thënë atyre: faleminderit, na keni bërë shumë krenar. Jam gjithashtu mirënjohës ndaj popullit amerikan, që qëndroi kundër spastrimit të tmerrshëm etnik, për dërgimin e ndihmës bujare refugjatëve dhe për hapjen e zemrave dhe shtëpive tuaja për viktimat e pafajshme që erdhën këtu. Dua të flas me ju për disa çaste sonte rreth arsyes pse luftuam, çfarë arritëm dhe çfarë duhet të bëjmë tani për të çuar përpara paqen dhe së bashku me popujt e Ballkanit për të krijuar një të ardhmë lirie, progresi dhe harmonie. Duhet të kujtojmë se dhuna ndaj së cilës ju përgjigjëm në Kosovë ishte kulmi i një fushate 10 vjeçare nga Slobodan Milošević, udhëheqësi i Serbisë për të shfrytëzuar ndryshimet etnike dhe fetare me qëllim që të impononte vullnetin e tij në tokat e ish-Jugosllavisë. Kjo është ajo që ai u përpos të bënte në Kroaci, Bosnjë dhe në Kosovë. Bota pa pasojë dhe të mëshme, 500 fshatra të djegur, burra të gjitha moshave të ndarë nga të dashurit e tyre për t'u qelluar dhe varrosur në varre masive, gra të përdhunuara, fëmijë të detyruar që të shihnin prindërit e tyre, që të vdisnin, një popull i tërë i detyruar të braktiste, brenda orësh komunitetet që familjet e tyre kishin ndërtuar me breza. Për këto mizori Miloševići dhe ndihmësit e tij kryesor janë paditur nga gjykata ndërkombëtare e krimeve të luftës, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Nuk do t'i harroj kurrë refugjatët kosovar që takova së fundmi. Disa prej tyre mezi flisnin për atë që kishin përjetuar, dhe vetmja gjë që u kishte mbetur ishte shpresa se bota nuk do t'u kthente shpinën. Kur përpjekjet tona diplomatike për të shmangur këtë tmerr u refuzuan dhe dhuna u rrit, ne dhe aleatët tanë vendosëm të vepronim. Zoti Milošević vazhdoi t'i bënte gjëra të tmerrshme popullit të Kosovës, por ne ishim të vendosur ta kthenim mbrapsht. Vendosmëria jonë i dha fund një fushate të egër të spastrimit etnik dhe ne vepruam mjaftueshëm herët për ta mbërmbysur atë, për t'u mundsuar kosovarëve të shkojnë në shtëpi. Kur ta bëjnë këtë, ata do të jenë të sigurt. Ata do të jenë në gjendje të rihapin shkollat e tyre, të flasin gjuhën e tyre, të praktikojnë fenë e tyre, të zgjedhin udhëheqësit e tyre dhe të formosojnë fatin e tyre. Nuk do të ketë më ditë kërkimi për ushqim në male dhe pyetje ftohta, nuk do të ketë më net shejeje në bodrume, duke u pyetur nëse e nesër do të sjellë vdekje apo çlirim. Ata do të dinë se ushtria dhe forcat paraushtarake të zotit Milošević do të jenë zhdukur, 10 vitet e tij të represionit do të kenë mbaruar. Ne gjithashtu ruajtëm partneritetin tonë jashtëzakonisht të rëndësishëm me Rusinë,
Faleminderit presidentit Boris Jelcin, i cili kundërshtoi përpjekjet tona ushtarake për mbështetit diplomacinë për të dhënë fund konfliktit me kushte që përmbushnin kushtet tona. Jam i njohës ndaj të dërguarit rus. NATO ka arritur këtë sukses si një aleancë e bashkuar, e udhëhequr me aftësinë nga sekretari i përgjithshëm Solana dhe generali Wesley Clark. 19 demokraci u bashkuan dhe qëndruan së bashku gjatë sfidës më të vështirë ushtarake në historinë tonë 50 vjeçare. Më në fund kemi shmangur luftën më të gjerë që ky konflikt mund të kishte shkaktuar. Vendet e Europës juglindore mbështetën fushatën e NATO-s, ndihmuan refugjatët dhe i treguan botës se ka më shumë dëmshuri se sa mizori në këtë rajon të trazuar. Kjo fitore e bën edhe më të mundshme që ata të zgjedhin një të ardhme me demokraci, trajtim të drejtë të pakicave dhe paqen. Tani po hymë në një fazë të re, duke ndërtuar atë paqe dhe nga sfida të mëdha. Që këto gjëra të ndodhin duhet të vendoset siguria. Për këtë qëllim rreth 50.000 trupa nga pothuajse 30 vende do të vendosen në Kosovë. Aleatët tanë evropian do të sigurojnë shumicën ndërmuese të tyre. Amerika do të kontribuojë me rreth 7.000. Jemi mirënjohës si gjatë fushatës ajrore të NATO-s nuk humbëm asnjë ushtar në luftime, por edhe kjo fazë tjetër do të jetë e rrezikshme. Kujtimet e hidhura do të jenë ende të freskëta dhe mund të ketë viktima. Para, ne jemi siguruar që forcat që do të hyjnë në Kosovë do të ketë komandën dhe kontrollin e NATO-s dhe rregullat e angazhimit të përcaktuara nga NATO. Do të ketë mjetet dhe mandatin për të mbrojtur veten, ndërsa bën punën e saj.